E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi këtu së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, këtë herë për të folur për Labinot Rexhën. Labinot Rexha është banori më i ri i shtëpisë së Big Brotherit, i cili ka hyrë si duket me një pushk në dorë apo le ta quajmë me një strategji të menduar, të analizuar, domethënë e ka parë strategjin në detaje gjithçka. Labi është duke bërë namin brenda shtëpisë, por me patjetër që banorët nuk e kuptojnë mënyrën e provokimit se si Labi e bën. Tani, Arditi vjen nga një rrugtim shumë intelektual. Dhe Arditi është personazh intelektual, është njëri i zgjuar, është njëri i mençur etj etj. Por për shembull mbrëm ra në grackën e Labit. Banorët ose kanë shumë emocione, ose i ka rëmbyer shtëpia, ose do me thënë Labi mund të jetë ai karakteri që sapo ta shohin ta marrin inat, ta urrejnë edhe e kthejnë lojën në personale. Do me thënë banorët nuk din ta ndajnë lojën me realitetin, ndërsa Labi ka ndarë gjëra që në momentin e parë që ka hyrë, do me thënë ai ka hyrë me një qëllim. Qëllimi i tij është që ta fiton këtë Big Brother dhe është duke luftuar pafund, duke provokuar, duke i futur të gjithë banorët në klapa, edhe duke i paralajmëruar që kjo është loja ime. Ky jam unë, kjo është natyra ime dhe banorët përsëri nuk e kuptojnë këtë gjë. Banorët përsëri nuk e analizojnë që Labi është duke luajtur dhe Labi është duke bërë një lojë brenda asaj shtëpie që realisht asnjë nuk është duke e kuptuar. Do të thënë asnjë prej banorëve nuk është duke e kuptuar këtë situatë. Tani, unë e shoh që Labi do të mbetet një nga personazhet i cili do me thënë i ka dhënë dritë, i ka dhënë botë kësaj shtëpie deri më tani. Ai luftën e parë hapi me Sasën, Sasa nuk diti të përmbahet, do me thënë u ofendua pafund Labi, u quajt edhe biseksual. Tani, për punën se kush e solli gjyshen në atë shtëpi, që është sërbe, Sasa e solli vetë. Do me thënë, këto nuk din ta kuptojnë provokimin që Labi është duke bërë kundër drejt këtyre. Dhe mua më vjen shumë keq për këtë pjesën që banorët nuk din ta kuptojnë, po deri ku do të shkoj Labi? A do të ketë Labi banor të ri që do të jetë një konkurrent i madh në këtë shtëpi apo nuk do të ketë? Tani kjo shtëpia Big Brotheri këtë vit është bërë si dasëm. Për 2 javë futu, dil, hyn, bën banorët, do të thënë njëri shkon në Itali, tjetri shkon në kapel, tjetri del nga shtëpia futet prap, tjetra është e smur, tjetrën e mbajnë një javë atje brenda se i kanë hyrë nervat. Do të thënë janë duke bërë një lloj kombinimi të çuditshëm që mua nuk më duket një koordinim i mirë. Por Labi duket sikur e kanë ndjek lojën e Luizit, e ka ndjek lojën e Gjestit, ka ndjek lojën e Donaldit, lojën e Ilirit, do me thënë ka studiuar Big Brotherin shumë dhe qëllimi i Labit është që këto ta godasin, sepse në momentin kur banorët e gjuajnë e godasin, Labi ka të drejtën t'i nxjerrën nga shtëpia dhe Labi do t'i çon në atë nervoz sa që ato t'i bin ta godasin dhe të dalin nga shtëpia me zarftëzi. Pjesa e dytë, që banorët do me thënë nuk e kuptoj pse nuk e kuptojnë, nuk është se s'kan parë Big Brother. Pjesa e dytë, Labi ka një lloj qëndrimi interesant. Do me thënë, ai ulet veças, nëse e kuptoni, edhe i merr të gjithë banorët në dorë. Edhe mbrëm i mori të gjitha banorët në dorë, të gjithë u thonte që e kam lënë ato përsëri grindeshin me ato. Do thënë, nuk kuptohet që Labi momentalisht po shndrohet në fenomen të kësaj shtëpie. Duam apo s'duam, si e gjikoni ju?